Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an për një ngjarje madhore që quhet fryrja në surr. E çka është surri? Këtë e ka përmend Allahu në Kur'an me emrin surr. Wa nufikha fi surr. Allahu thot dhe i fryhet surrit. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me surr, çka është surri? Ka thonë qarnun yunfakhu fihi. Një lloj briri apo që fryhet në te. Ne e dim se është një lloj briri, po çfarë është nuk e dim. Pamja e tij nuk dihet, por dihet se është një lloj burie, është një formë të bririt apo që fryhet në te dhe lëshon një zë. E kush i fryn surrit? I fryn meleku i quajtur Israfil. Po Allahu xhallahu ala e ka autorizuar një melek të madh i quajtur Israfil, roli i të cilit është të frynë në surr. E çfarë ndodh kur fryhet në surr atëherë? Çka është fryrja në surr? Allahu xhallahu ala thot: "Wa nufikha fi s-suri fasa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard, thumma yunfakhu fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun." Allahu azza wa jalla thot: "Dhe i fryhet surrit dhe shkatërrohet dhe rënohet çdo gjë që ka në tokë edhe në qiell. Pastaj i fryhet herën e dytë dhe njerëzit dalin para Allahut duke shikuar." Ky fryrje në më kuptu se janë dy fryrje të mëdha të surrit. Fryrja e parë ka të bëjë me shkatërimin e tërë asaj që ka mbetur mbi fytyrën e tokës. Dhe fryrja e dytë është shenjë e ringjalljes, që është etapë pas fryrjes në surr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për këtë temë, flet edhe për atë që do të fryjë në surr, por flet edhe për fryrjen në surr. Sa i përket melekut që fryn në surr, thash është Israfili. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu këtë melek e ka ngarkuar me fryrjen e surr. Kush është ky melek? Është një krijesë e madhe Allahut azza wa jall, është një rob i disiplinuar dhe i nëshuar Allahut azza wa jall, i cili me plot përgjegjësi e ka marrë këtë detyrë. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që nga koha kur Allahu e ka ngarkuar Israfilin me detyrën e fryrjes së surr, ai vazhdimisht është duke e shikuar arshin e Zotit, nuk i mbyll fare sytë e tij, nga frika se mos po urdhërohet me fryrje apo vënohet. Që ka çfarë robi Allahu xhalla xhelalu, se mos po urdhërohet, ndoshta në mbylljen e çerpekëve të syve të tij apo një habi e shkurt mund ta vonon nga zbatimi i urdhit të Allahu xhalla xhelalu. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Kayfa an'amu", si të jem rahat, të ndihem i qetë, përderisa e di se Israfili, meleku i fryrjes, e ka fut surrin në gojë. Do të është i gatshëm që në çdo moment të fryjë. Kjo në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E padyshim se sa më tepër kalon koha dhe largohemi nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo Israfili është edhe më i gatshëm, edhe më i përgatitur që të fryjë në surr. E përmana se janë dy fryrje. E para është për shkatrimin e tërë asaj që ka në tokë, dhe kjo shkatrim të ndërlozur bëhet përmes një zëri që i tmerran banorët e tokës. I tmerran banorët e tokës. Nga se Allahu xhallahu ala ka përmend fa fazi'a. Do të thotë fjala fazi'a që ka në Kur'an kur fryhet surri është një lloj tmerri, është një lloj panike, është një frikë që i ka pranë banorët e tokës kur të ndëgjojnë fryrjen e surrit. Çfarë do të bëjnë njerëzit në tokë kur fryhet surri? Dëgjoni këtë hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith se kur të fryhet surrit, do të thot njerëzit do të jenë në jetë normale. Nuk arrin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që shitësi t'ja shet blerësit mallin. Jënë duke bu pazar, apo edhe ky e shtrejnë mall me e pa, ky don me e pa se me ble, kur fryn surri nuk arrin me e përfundu shitblerin
veç shkatërrohet çdo gjë. Madje thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu e ka kafshatën në dorën e tij dhe don me e fut te goja e tij, nuk arrin me e fut te goja e tij kur e ndëgjon britmën e surit apo nga tmerri i zërit, do thot u del shpirti nga trupi i tij. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se njeriu është duke e rregulluar ahrin e deveve të tij, bagtive të tij, nuk arrin me mbyll derën ose me përfundu, e kur fyn suri shkatërrohet çdo gjë. E kjo panikë dhe ky tmerr, ai ka plan të gjithë njerëzit apo kategori të caktuar të njerëzve? Të ndërlozer Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se do të del Dejjalli. Dejjalli është një krijesë apo si sprovë e madhe që do të sprovojnë njerëz me të. Dhe do të qëndron në tokë atë sa ka caktuar Allahu azza wa jalla. Pastaj do të vijë Isa ibn Maryam alayhis salam. Isa alayhis salam do të vijë dhe do ta mbyt. Dhe pas kësaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit do të jetojnë disa vite në begati dhe mirësi, lejse bejnë ithnejni adawa. Kohë e begatis dhe i mirësis nuk do të ketë mes dy njerëz armiqësi, nuk i gjen dy njerëz që si kanë punë mirë mes vetin, nga mirësia e madhe në atë kohë. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yursilullahu rihan barida min qibal shimal. Allahu xhalla wala dërgon një erë të freskët nga ana e veriut. Një erë jo e fuqishme, një lloj puhie apo e lehtë, po e freskët, detyra e saj është që të prek çdo besimtar që merr shpirtin me lehtësi atë. Çdo besimtar që jetë në atë kohë, apo Allahu këtë mënyrë merr shpirtin. E kur vdes çdo besimtar, madje thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse është i futur apo në grykën e shpellës, atje brenda, edhe atje brenda do të futet era për ta prekur atë. Është ushtari i Allahut. Allahu i thot erës se është ushtari i tij. Kudo që ka besimtar, preke dhe prekja është dalje e shpirtit të tij, me lehtësi të vdes. E pas kësaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yabqa shirarul khalq, mbeten krijesat më të këqija në tokë, apo të cilët jetojnë jetë kafshësh dhe e gërsirash, nuk hezitojnë ta bëjnë asnjë të keq mbi fytyrën e tokës. E duke qenë këta mbi fytyrën e tokës, dhe duke bërë kësi vepra të këqija, ndodh fryrja e surit. Andaj tmerrin e surit dhe panikën e tij dhe trishtimin e tij, besimtarët e drejt nuk e përjetojnë. Ata vdesin përpara, ndërsa tmerrin e kësaj ngjarje dhe kësaj fryrje përjetojnë kush? Njerëzit më të këqij që janë mbi fytyrën e tokës, Allahu na ruaj. Dhe mbi ta thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mbi ta bëhet kiameti. Mbi ta bëhet kiameti. Shkatërroj çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë. Pas asaj çka Allahu xhallahu ala ka lejuar.